Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Elisa Spiropali, priti në Tiranë ministrin e jashtëm të Gjermanisë, Johan van der Poel. Spiropali apeloi për heqjen e masave kufizuese ndaj Kosovës, duke cilësuar ato të tejkaluara, të tepruara dhe penguese për procesin e saj të integrimit evropian. I konsiderojmë masat kufizuese, në të cilat gjendet Kosova, të tejkaluara, të tepruara dhe penguese për procesin e integrimit saj në BE dhe apelojmë për heqjen e menjëhershme të tyre. Ne kemi mbështetur dhe kemi inkurajuar angazhimin serioz të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë, të facilituar nga BE dhe të mbështetur nga partnerët tanë, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania e vendet e tjera mike. Ne vlerësojmë se çdo proces dialogu duhet konkludoj me respekt marrëveshjeve e njohje reciproke. Shqipëria mbetet një faktor stabiliteti dhe një partner i fortë në përpjekjet për një rajon më të sigurt, më të integruar. Për Shqipërinë, bashkëpunimi me Kosovën në veçanti është në krye të listës së prioriteteve. Jemi plotësisht të angazhuar për ta ndihmuar Kosovën në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimin në organizma ndërkombëtar e rajonal. Mbështesim fuqimisht rrugtimin e Kosovës për integrimin në strukturat euroatlantike, një domosdoshmëri për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit tonë. Ministri i jashtëm i Gjermanisë po zhvillon një tur diplomatik në 6 shtete të Ballkanit Perëndimor, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mali Zi, Shqipëri, Serbi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.